Kjo është ajo që ka i ndodh lëkurës tonë kur neve plakemi muskujt të kurren edhe ngurtësohen dhe kanë tendencën që të vinë drejt qendrës së fytyrës. Ajo që ka neve duhet të bëjmë është që të relaksojmë muskujt dhe rrjedhimisht fytyra jonë fillon të ngrihet lart dhe të tonifikohet. Do të tregoj tani një ushtrim se si neve ta ngrem fytyrën lart, ta tonifikojmë atë pa ndërhyrjen kirurgjikale estetike apo pa nevojën e botoksit. Lëkura duhet të jetë gjithmonë e hidratuar. Me dorën e djathtë, njëri gishti tregues le të jetë poshtë kjo pjesa poshtë dhe do filloj tërheqjen e lëkurës në këtë formë, derisa pëllëmba e dorës time të vi këtu, në këtë zonë të fytyrës dhe kjo pjesë e muskulit. Dhe do ndjek të njëjtën rrugë me gishtat e dorës tjetër. Okej? Kur të vi këtu lart, këtë e kthej kështu dhe e mbaj të tërhequr lart. Tani filloj përsëri. Okej, në këtë formë, unë po bëj një masazhim dhe relaksim të muskujve, po nxit qarkullimin e gjakut, po dërgoj në lëkurë më shumë oksigjen, Unë e bëra shumë pak tani dhe besoj duket qartë ndryshimi, sa e ngritur është kjo anë e fytyrës me anën tjetër këtu. Shikoni sa e varur është kjo, shikoni kjo se sa dritë ndriçim ka.